Nga shtatori, shkëmbime tregtare mes 6 vendeve të Ballkanit, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Kroacisë do të jenë të lira dhe të përjashtuara nga taksat. Në samitin e Parisit, këto shtete kanë mbështetur propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili ka sugjeruar shtrirjen e praktikës që po zbaton Tirana me Prishtinën për t'i dhënë shtysë bashkëpunimit ekonomik përmes tarifave zero. Më vjen mirë që u vlerësua lart propozimi i Shqipërisë dhe puna e bërë së bashku me qeveritë e tjera me mbështetjen e rrjetit të zyrave të Bankës Botërore për një plan veprimi për heqjen e barierave jo tarifore dhe për lehtësimin maksimal të tregtisë dhe transportit mes vendeve tona. Dhe ne po përgatitemi që ta lançojmë së bashku në muajin shtator. Samiti i Parisit u mbajt në një periudhë ku zhvillimet brenda Bashkimit Evropian janë dominuar nga largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, çka ka shtuar pikpyetjet mbi zgjerimin e Unionit. Kryeministri tha se nga kancelarja gjermane Merkel dhe presidenti francez Hollande kishte marrë garanci se zgjerimi i BE-s nuk do të ndalet. Jemi të kënaqur që mesazhi ynë për të mos rreshtur në procesin e integrimit dhe për të shkuar më tutje, padyshim që pati një honë pozitive, jo në këtë rast thjesht për në merit, por sepse qoftë kancelaria, qoftë presidenti Hollande do treguan shumë vendosur që ta çojnë përpara procesin e integrimit të vendeve tona në Bashkimin Evropian. Nga marrëveshja e firmosur në Paris, Shqipëria është përfituese direkte e 35 milion eurove për rehabilitimin e ekurrugës Tiranë-Durrës, nga 85 milion që është në total vlera e projektit. Në Tiranë do të ngrihet gjithashtu zyra rajonale e bashkëpunimit rinor, një nismë e kryeministrave të Shqipërisë dhe Serbisë, për funksionimin e së cilës BE dha 1 milion euro, ndërsa 1 milion të tjera do t'jenë kontributi vetë vendeve të rajonit. Në samit u mbështeten edhe 2 projekte të tjera që kanë të bëjnë me modernizimin e ekurrugës Niš-Dimitrov kufiri me Bullgarinë, me një grant 44 milion euro, dhe projekti nga Kosova për rehabilitimin e ekurrugës Fush Kosovë-Mitrovica, me një grant prej 17 milion euro.